Peshonte vetëm 1 kilogram, foshnja 2 muajshe në gjendje kritike për jetën në spitalin e Korçës, dyshohet se nëna nuk e ushqente me gjizë, bardhen detaje nga ngjarja. Të tjera detaje kanë dalë në dritë lidhur me rastin e rënd të një foshnje 2 muajshe i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën në spitalin rajonal të Korçës. Sipas informacioneve paraprake, foshnja është paraqitur në pediatrinë e spitalit në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Burimet nga policia dhe spitali bëjnë me dije se i mituri po mbahet nën kujdesin intensiv nga mjekët, ndërsa parametrat jetësor raportohet se janë në kufit minimal. Nga të njëjtat burime mësohet se foshnja ka lindur 2 muaj më parë prematur, në muajin e 7 të shtatzanis. Fillimisht ai është trajtuar në spitalin e Korçës dhe më pas në Tiranë, nga ku kishte dalë në gjendje të mirë shëndetësore. Megjithatë, pas kthimit në banesë, gjendja e tij dyshohet se është përkeqësuar ndjeshëm. Dyshimet e paratetuesve lidhen me keq-ushqyerjen. Burimet bëjnë me dije se dyshohet që nëna të mos jetë kujdesur për ushqyerjen e foshnjës, megjithshka mund të ketë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të saj. Pashtu, sipas të njëjtave burime, ekzistojnë dyshime se nëna mund të ketë probleme të shëndetit mendor. Burimet spitalore bëjnë të ditur se në momentin kur foshnja ka mbritur në spital, ai ka qenë në gjendje shumë të rëndë me probleme të theksuara respiratore dhe me peshë rreth 1 kilogram. Sipas mjekëve, kjo peshë rezulton të jetë e njëjtë me atë që kishte në momentin e lindjes, çka tregon se gjatë 2 muajve të jetës së tij nuk ka patur zhvillim të mëtejshëm. Keq-ushqyerja mbetet dyshimi kryesor për përkeqësimin e gjendjes së foshnjës, megjithatë nuk përjashtohen dhe faktorë të tjerë që lidhen me lindjen e parakoshme. Ndërkohë, mjekët po shqyrtojnë mundësinë e transportimit urgjent të foshnjës drejt Tiranës për trajtim më të specializuar.